Përshëndetje të nderuar shikues, në vazhdim do t'jeni me magazinën informative 21 drejt për drejt. Kosova po shënon 26 vjetorin e çlirimit. Më 12 qershor të vitit 1999, trupat paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja hynë në Kosovë prej nga po largoheshin trupat serbe dhe që atëherë kjo kremtohet si dita e lirisë së Kosovës. Me rastin e 26 vjetorit të çlirimit Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti bashku me kabinetin e tij kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Përveç Prekazit, Kurti vendosi lule pranë varrit të ish presidentit historik Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Në çdo përvjetor të çlirimit të Kosovës, mbi supet e gjithë secilit rëndon pikëllimi për ata që humbën jetën, por kokën lart na e ngrit krenaria për lirinë e fituar. Në këtë 12 qershor, kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me ministrat të kabinetit të tij zbarkojnë në Prekazin legjendar, prej ku familjen Jashari e quajti bartëse të procesit të lirisë. Sa herë që vije 12 qershori, rikthehemi në Prekaz, në këtë vend që paraqet kryeqytetin e kryengritjes sonë, në këtë vend të familjes së jashtëzakonshme Jashari. Në shënimin e 26 vjetorit të ditës së çlirimit të Kosovës, kur trupat paqëruajtëse të NATO-s hynë në Kosovë, më 12 qershor të vitit 1999, pas fushatës ajrore të Aleancës Veriatlantike kundër çaqeve ushtarake e policore serbe në Kosovë dhe Serbi, kryeministri Kurti vendosi lule të freskëta edhe mbi varret e presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Duke vënë lule të freskëta te varri i presidentit historik Ibrahim Rugova, një kontribues i madh për unitetin e popullit dhe për ndërkombëtarizimin e Kosovës dhe çështjes kombëtare në përgjithësi. Pas do të vazhdojmë edhe tek varri i simbolit rezistencës Mandelës së shqiptarisë të Evropës Adem Demaçi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se në këtë ditë 26 vjet më parë mbi tokën e djegur të Kosovës zbarkoi shpresa me hyrjen e 50.000 ushtarëve të NATO-s në vendin tonë. Kosova e lirë për jetë krenare. Në këtë ditë 26 vjet më parë mbi tokën e djegur të Kosovës zbarkoi shpresa. 50.000 ushtarë të NATO-s hynë në vendin tonë të stërvuajtur duke kontribuar në çlirimin e një populli që ishte shtypur me shekuj. E mbi 1 milion shqiptar u kthyen në shtëpitë e tyre. Luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ushtarët e NATO-s kthyen të merrin në guxim dhe dhimbjen në shpresë. 12 qershorin, ambasada amerikane në Kosovë cilësoi si një pikë kthejse në historinë e vendit, ku vlerësoi qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës. Sot bëhen 26 vjet që kur forcat e NATO-s hynë në Kosovë, duke sjellur shpresë, siguri dhe një rrugë drejt paqes. 12 qershori 1999 ishte një pikë kthese, ajo që lejoi familjet e zhvendosura të ktheheshin dhe komunitetet të fillonin rindërtimin. Në këtë përvjetor ne nderojmë qëndrueshmërinë e popullit kosovar dhe përkushtimin ton të përbashkët për të ndërtuar një të ardhme të bazuar në paqe, siguri dhe prosperitet. 26 vjet më parë, trupat paqëruajtëse të NATO-s hynë në Kosovë pas bombardimeve kundër çaqeve ushtarake e policore serbe në Kosovë dhe Serbi. Sulmet mbi infrastrukturën serbe nisën më 24 mars dhe zgjatën deri më 10 qershor 1999. Gjatë fushatës 78 ditore, aeroplanët nga 13 shtete anëtare të NATO-s i bën 38.400 fluturime, nga të cilat në mbi 10.000 fluturime u bën bombardime. Fushata e bombardimeve ajrore ndaj Jugosllavisë u bë për ndaljen e fushatës serbe për spastrim etnik të shqiptarëve në Kosovë. Ambasada e Gjermanisë në përvjetorin e çlirimit të Kosovës tha se Kosova është bërë storje suksesi e rritur në qëndrueshmëri, zhvillim dhe njohje ndërkombëtare. Në njoftim thuhet se Gjermania mbetet një nga partnerët më të ngushtë duke mbështetur rrugën e saj drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe të begatë. Edhe ambasada amerikane në Kosovë tha se kjo ngjarje përbën një pikë kthese që shtroi rrugën drejt paqes dhe mundsoi kthimin e familjeve të zhvendosura.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përshëndetur vendimin e qeverisë Kosovës e cila ka vendosur që të ofrojë mbrojtje të përkohshme për 50 persona nga shtetet e treta në kuadër të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara. Kryeministri i detyri i Kosovës Albin Kurti tha se qëndrimi deri 50 personave në vend, të cilët më pas do të kthehen në vendet e tyre të origjinës, do të menaxhohet dhe koordinohet nga Ministria e Punëve të Brendshme. Dashi këtë vendim e ka cilësuar si një bashkëpunim të rëndësishëm për prioritetet e administratës së presidentit Trump. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar Kosovën për ditën e çlirimit, duke thënë se Shqipëria do të jetë gjithnjë në krah të Kosovës. Ai tha se forcat e NATO-s i dhanë fund një prej faqeve më turpëruese të historisë moderne të njerëzimit me ndaljen e spastrimit etnik e masakrave. Begaj tha se në këtë ditë nderon luftën e UÇK-s dhe falenderon vendet aleate. Kosova doli nga lufta e fundit me dëmet mëdha në aspektin ekonomik, por sipas njohësve të ekonomisë në 26 vjet të çlirimit Kosovës, vendi ynë përparoi në disa aspekte, por që ende sipas tyre duhet punë e madhe. Papunësinë dhe emigrimin i shohin si sfidat e ardhshme të vendit që rrezikojnë ta sjellin Kosovën pra një kolapsi ekonomik. Po thuaj se gjithçka filloi nga zeroja. Në qershorin e vitit 1999, Kosova doli nga lufta me plagë të hapur, rënoja në çdo cep dhe me një të ardhme të mbështjell me pasiguri. Rrugët ishin të zbrasta, ndërtesat e shkatruara e ekonomia e paralizuar. Po thuaj se çdo gjë që kishte ekzistuar më parë ishte fshirë nga lufta dhe dhuna, duke lënë pas një popull që kishte vetëm një pasuri, vullnetin për të ndërtuar atë përsëri. Ish ministri i financave Haki Shatri tha se kjo rimëkëmbje nuk ishte as pak e lehtë për Kosovën, por që angazhimi i të gjithëve mposhti çdo sfidë që kishin para. 26 vjet, pak më shumë se një qerek shekulli. Për aspektin optik, të thonë ka ndryshime pozitive, një jetë krejt ndryshe, një infrastrukturë, ndërtime, një gjallëni kështu në përgjithësi. Por në qoftë se vlerësohet në aspekt profesional, niveli ku kemi qenë, nevoja për me mri dikon mu afru me tjertë, spari me fqinjt e pastaj me Evropën, mendoj që ka qenë një rrugë e zashme, e vështirë dhe jo mjaftueshme e suksesshme. 26 vjetë më vonë, Kosova nuk është ajo e dikurshmja. Nga një realitet i pasigur dhe me mungesë të theksuar të infrastrukturës ekonomike, vendi ka hedhur hapa të ngadalë por të qëndrueshëm drejt një sistemi ekonomik funksional. Por sipas njohësit tjetër të ekonomisë Lulzim Beqiri, pa ndihmën e ndërkombëtarëve dhe diasporës, rimëkëmbja do të kishte qenë thuajse e pamundur. Ndihma ndërkombëtare që sidomos më herë mas lufte, edhe në aspektin financiar, por edhe në aspektin e kapacitetit njerëzor, ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që me pas një kulturë të punës, sidomos të vendeve perëndimore që janë dëshmuar për zhvillim ekonomik, dhe kjo ka ndikuar edhe mbështetja e diasporës kosovare, e cila pothuajse është arteria kryesore e cila ka ndikuar në zhvillimin ekonomik ose në statin që jemi tash. Megjithatë, sfidat mbeten. Papunësia, varësia nga importi, mungesa e investimeve të huaja të qëndrueshme dhe ekonomia informale janë plagë që ende kërkojnë shërim. Nuk i kemi zgjedhur problemet strukturale ekonomike, kemi probleme me punësim, na pojmë shifra, kamuflojmë, por faktikisht mos të kish qellu kjo puna e egzodit edhe liberalizimit viza në këshim pas problem tepër të madh me punësim. Ne ende valëm për importit. Pjesën më të madhe të produkteve importojmë, përderisa kemi shumë pak kompani të cilat prodhojnë Kosovë. Kjo për faktin edhe aspektin kulturor, por edhe aspektin e mosmbështetjes nga institucionet për kompanitë prodhuese. Pastaj ikja e trullit është njëri prej faktorëve kryesor që tashmë veç po vrer në Republikën e Kosovës. Sipas njohësve të fushës, përparimi më tem do të varet nga reformat ekonomike, krijimi i kushteve për investime dhe përfshirja më e madhe të rinjve në vendin e punës.
Pa formim të institucioneve të reja nuk mund të ketë sukses në dialogun Kosovë-Serbi, vlerëson politologu Albinot Maloku. Sipas tij, qeveria në detyrë nuk është transparente në këtë proces dhe njëkohësisht zyrtarët të saj nuk kanë as legjitimitet ta përfaqësojnë Kosovën në bisedimet me Serbi. Zotri Maloku, Kosova dhe Serbia ka nisur një rund të ri të bisedimeve në Bruksel, por sa mund të ketë sukses në këtë proces kur tash me dihet që në Kosovë ende nuk ka institucione të reja? Çështja por është që për këtë takimin e papritur për qytetarët e Kosovës u informuam përmes media duke ju raportuar një postimin në profilin e tij të delegorit të Serbisë Petković, dhe kjo është në vazhdën e traditës së një dialogu të fshehtë dhe jo transparent që Republika e Kosovës ish qeveria ka ditë me bën. Kjo traditë është jashtëzakonisht e dëmshme për faktin që po diskutohet për Kosovën dhe çështjet të cilat në një formë tjetër prekun edhe shtetin edhe qytetarin. Unë bazuar nga kjo, nuk është se pres shumë nga këto takime, shto pjesën e asaj që zotni Bislimi aktualisht është pa fuqi të legitimitetit të angazhimit të tij si kryenegociatori i Kosovës në këtë proces. Për rrjedhoj pritjet e mia janë për mos me thonë hiç janë minimale. Pra, pa institucione nuk mund të ketë shpresë për përparim këtë proces, apo jo? Kemi parasysh institucione të reja, themi. Kapaciteti me të cilin zotni Bislimi ka shkuar atje është i pa legjitimitet për të marrë obligime, dhënë premtime për jetësim obligime, sidomos nëse ato janë të rejat, për rrjedhoj i njëjti nuk është dashur me marrë guximin, me vepru dhe me shku në këtë takim shtëpisën e saj, që i njëjti ose situata e njëjtë është bë jo transparente pra fshehtë. Unë nuk pres derisa të kemi misione të reja, të cilat kishin mujtë me formu të dala pas procesit zgjedhor të nënshkurtit të vitit të rrjedhës. Është paralajmëruar edhe një takim i nivelit të lartë nga ndërmjetësi Sorensen, çka nëse Kurti merr pjesë në këtë takim, si kryeministër në detyrë? Kapacitetet e tija për të marrë obligime të reja janë po të njëjta, pra janë jo legjitime. Për rrjedhoj paralajmërimet mund të jenë për në të ardhmen, dhe kjo është jashtëzakonisht e shëndetshme me shpresën që do të kemi qeveri dhe kryeministër të ri, për rrjedhoj edhe legjitimitet në çështjen e dialogut i nisur nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë. Po pse atëherë BE-ja pofton për takime palët, kur e dinë që në Kosovë nuk ka institucione të reja? Kemi parasysh takimet me Bislimin, si ndara, si me takimin tre palësh. Lehtësuesi Sorensen po bën detyrën e tij, ajo është legjitim detyrën e tij, ka plot fuqishmërinë juridike dhe ligjore në angazhimin e tij, por rrjedhoi provon të ushtrojë punën e tij. Kurse Republika e Kosovës aktualisht nuk e ka për dert çështjen e dialogut, për arsye se nuk ka institucione në Kosovë të reja të dalë pas procesit zgjedhor që marrin edhe legitimitetin për rrjedhoj edhe përgjegjësinë për të pranuar dhe dhënë obligime në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse jo Bislimi, kush do të mund ta përfaqëson të këtë fazë Kosovën në këtë proces? Në Republikën e Kosovës me domethënë kapacitet fuqi plot, legjitim dhe kushtetues, në Republikën e vendit në Republikë është presidenti i vendit Vjosa Osmani. Faleminderit për punin e Me mbledhje komemorative është nderuar jeta dhe vepra e ish-kryeministrit në ekzil Bujar Bukoshit. Në mesin e familjarëve, miqve dhe figurave institucionale, u tha se Bukoshi është një nga emrat kyç të jetës politike. Kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se ai ishte mbështetës i rezistencës paqësore dhe kryengritjes së armatosur. Edhe kryetari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, akademik Mehmet Kraja, tha se në bisedat me Bukoshin donin një Kosovë ndryshe. Në kohë kur ajo refuzua nga shumë të tjerë, Bujar Bukoshi e mori detyrën e kryeministrit Kosovës nga presidenti Ibrahim Rugova me 12 tetor 1991. Pra, Bujar Bukoshi ishte kryeministri i parë dhe i fundit i Republikës së parë të Kosovës. Ai ishte i guximshëm në çdo situatë. Kurajoz në politikë bërje, realist në qëndrime dhe adhurues i veprimeve. Në vjeshtën e vitit 1997, ish kryeministri Bujar Bukoshi ishte përkrahës i protestave studentore të Universitetit Publikës, Prishtinës si institucion republike e vatë rezistence e që aso kohë udhëhiqej
njëherë nga rektori Ejub Statovci e më pas nga rektori Zënel Kelmendi. Një nga shërbimet më të vështira që më është dashur të bëj babit tim është kjo që e bëj tani. Të flas për to në emër të familjes. Një gjë që ai do të ma lehtësonte me siguri me ndonjë shaka. I nderuar zotëri kryeministër, të nderuara zonja dhe zotëri, miq dhe dashamirës. Në emër të familjes ju falenderojmë përzemërsisht për praninë tuaj dhe për hapësirën për të kujtuar e nderuar babin. Shumë prej jush e njihni atë çfarë babi ka bërë si mjek, si veprimtar politik për lirinë e Kosovës dhe shërbimin e tij si kryeministër i parë i Kosovës. Ne familja e tij natyrisht që e njohim Bujar Bukoshin si person publik, por e njohim edhe atë që shumica nuk e njeh. Bujarin si baba, bashkëshort dhe si gjysh. Aq sa ishte i sakt me skalpelin në sallën e operacionit, aq ishte edhe i drejt për drejt e i guximshëm në ndjekjen e vizionit për vendin tonë. Me Bujar Bukoshin me lidhë një miqësi e gjatë pa asnjë pretendim, as për të ndryshuar botën, as për të ndryshuar rregullat e jetës. Thjesht u nisëm nga një ideal dhe arritëm aty ku arrin shumica e njerëzve të SRS-on. Më shumë të zhgënjur dhe më pak të lumtur që bëm një rrugë të mundimshme për të përballur së fundi jo me dimenzionin abstrakt të një ideali, por me përmasën reale të një bote e cila pamshirshëm t'i pamundson dhe t'i shpërbën të gjitha ëndrat. Zyrtari policor Elez Peci ka rrëfyer para trupit gjykues në ngjarjen e natës së 24 shtatorit në Banjsk, ku ishte vrarë Shteri Afrim Bunjaku. Ai ka thënë se sulmi i parë ishte përcjell me detonim të fuqishëm, saqë ma ka humbur edhe balancën. Sipas tij, pas detonimit kanë pasur të shtëna me armë zjarri me kalibra të ndryshëm. Në gjykatore edhe të enjtën në masa të larta të sigurisë u sollën 3 të akuzuarit që janë para burgim: Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić dhe Dušan Maksimović. Zyrtari policor në Zveçan Elez Peci tregoi se pasi kishin përfunduar patrullimin e zakonshëm rreth orës 2:30, përmes radiolidhjes janë njoftuar nga ekipi njësisë për ndërhyrje të shpejtë se mbi urën e fshatit Banjsk është barikaduar rruga me 2 kamion. E kom vërejt se diçka s'ka në rregull. E kom vërejt se fshati shumë terë, drita shumë rrallë, drita ndryqime. Rruga ka e u përshkruj shumë nëka, shumë ndryqimi fort, shumë ndryqimi një. Rruga ka e përshkruj një, shumë ndryqimi fort. Ndryqimi shumë i fort. Kur kjena avyt nga kolegëve tonë të kufinit, në një shës, afer 2-3 metra, one, kum dëshu edhe kum thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konkurth. Peci ka treguar momente se si i kishin vendosur Shterin Bunjaku në vetur për të vazhduar drejt Mitrovicës. Pare Shola, më ka thonë Elez, apo del ndihmoj, une po ju mbroj, sot muna. I shumë një distancë, mirë po, por unë shumë se komunikoj shumë, do më jo në radio, po komunikoj shumë me zo, vërtet. Atëherë ju mdallën. Nuk kesh më qka ato, do më ato ish vdekja u pajke me sy se s'keshe më ka ato, edhe me thonë tërheqë s'keshe ka. Une ju më shku, ka une e për veturës që këmë dollë, ju më him drapa në vetur, nuk e di pëse në është asim bërë, ju më nuk së di, ju më nuk pej nalë të me kopë rështerën, do më me tërhjek, s'ko mujtë me më rri, s'ko mujtë se nalë, të ju e ta shumë nalë. Edhe normal, pa isjet. Sipas policit Peci, ky sulm terrorist në Banjsk ishte ushtarak dhe i financuar me armatim nga Serbia. Pjesën ku këmë qenë one, ka qenë lume, rejka do më, Rejka, Bajska Rejka i thut, ka qenë,
Në tonë lumit kanë qenë disa rrath, ose që gypa betonit, metër, që do më metër gjën diametrit, prej asoj pozite kanë gjumë drejtim tonin. Ka pas në atë vend, do më në qatë vend, ka pas pjestor. Në sesionin e pasditës në seancën në rastin Banjska është dëgjuar edhe zyrtari policor Avni Shala. 42 të akuzuar përfshirë edhe Milan Radojqiqin që e pranoi publikisht sot hoqi sulmin në Banjsk janë në Arati. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka mbrojtur idenë se në Kosovë duhet formohet qeveri transitore, pasi sipas tij asnjë subjekt politik nuk ka shumicë në kuvend. Abdigjiku këto deklarata i bëri pas prezantimit planit 15 pikësh që do të bazohej sipas tij qeveria e unitetit. Megjithatë, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi këmbgul në qeverinë e opozitës duke sfiduar Abdigjikun që nga 20 deputet të LDK-s t'i zigurojë 19 syresh që do të votojnë për një qeveri të ish opozitës. Pas 4 muajsh përplasje politike për krijimin e institucioneve të reja, kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku publikoi planin 15 pikësh për jetësimin e idesë për krijimin e qeverisë së unitetit. Abdigjiku tha se ky plan për plot argumente do ta trasojë rrugën edhe për qeverinë, e cila do të dilte pas zgjedhjeve të reja, që do të mbaheshin pas 10 muajsh. Duhet si klasë politike të konstatojmë 3 të vërteta bazike. Ato na ndihmojnë të kuptojmë vetë agjendën që do ta prezantojmë sot. E para, du të pranojmë se jemi në krizë politike. Pra jemi në krizë politike, në krizë institucionale dhe në krizë legitimiteti. Në krizë politike, sepse s'ka as përpjekjen më të vogël nga askush të ndërtojë një shumicë parlamentare, që do të sjellte në institucionet legjitime të Republikës Kosovës, dhe në krizë legitimiteti, sepse nuk kemi kuvend funksional, e për më tepër nuk kemi as qeveri legjitime. Qeveria e tanishme reflekton rezultatin e para 4 viteve, pra reflekton shumicën e para 4 viteve, jo shumicën e tanishme politike pas zgjedhjeve të fundit. Ideja e Abdigjikut për një qeveri gjithëpërfshirëse u bë e njohur menjëherë pasi lëvizja vetëvendosje e ftoi LDK-n për krijimin e një koalicioni qeverisës, ndërkohë lëvizja vetëvendosje dhe kryetari i saj Albin Kurti, përveç se refuzuan idenë, akuzuan Lidhjen Demokratike se përmes qeverisë së unitetit po mendohet të bashkohet me Partinë Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër, kryetari i Lidhjes Demokratike, Abdigjiku, tha se qytetarët duhet ta dinë se as lëvizja vetëvendosje e as partitë e ish opozitës nuk e kanë shumicën parlamentare, gjë e cila u kontestua nga kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, i cili sfidon Abdigjikun. Momentin kur mungon vetëvendosja i bie që kthehemi te propozimi që kemi dhënë ne si PDK, qeveri e partive të ish opozitës. Numrat i kemi sepse matematika është kokëfurt. Nëse LDK i ka 19 deputet që votojnë qeverinë e opozitës të kaluar, atë numrat i kemi, sepse bëhemi 5-1. Edhe unë e marr përsipër me pas edhe 10 vota tjera nga partitë minoritare, po jo nga lista serbe. Kështu që matematika është shumë e thjeshtë. Numrat janë nëse ka vullnet. Nëse s'ka vullnet, numra s'ka kur. Ndërkohë, 2 subjektet e tjera politike, AK dhe Nisma, në bazë të deklaratave, konsistojnë se janë pro daljes nga gërshi i krijuar. Por AK-ja për dallim nga Nisma ka deklaruar se refuzon çdo bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje, edhe pse ka ofertë hapur për partinë e Albin Kurtit, në rast se lëvizja vetëvendosje e ndron kandidatin për kryetar të kuvendit. AK ka dhënë 3 propozime, të cilat do t'i votonte. Në qarqet analitike ndërkaq, plani 15 pikësh i LDK-s shihet si taktizim dhe mënyrë më e lehtë për t'i ikur ofertave për bashkëpunim me të dyja taborët politike. LDK-ja po e përdor këtë metodë për të shpajtuar veten nga një pozicion i cili është vendosur që refuzon të jetë me lëvizjen vetëvendosje për të bërë shumicën, po të njëjtën kohë refuzon dhe ka përjashtuar edhe mundësinë që në rast të dështimit të lëvizjeve vetëvendosje të bëjë një qeveri nga partitë që dikur ishin në opozitë dhe tashmë ky taktizim mendoj që në start është i dështuar dhe edhe zoti Abdigjiku e din që nuk do të çojë as ky plan.
Ndryshe të premten deputetët do të mblidhen për të 31 herë për të konstituar kuvendin. Analisti politik Dardan Gashi tha për Radio Televizioni 21 se propozimi i LDK-s për qeverinë e unitetit është propozimi më i mirë i mundshëm për ta nxjerrë Kosovën nga ngërçi i krijuar. Megjithatë, Gashi tha se në Kosovë ka pasur edhe herë të tjera përpjekje për të formuar qeveri gjithëpërfshirëse, por që ato nuk kanë arritur ta bëjnë. Parimisht nuk ka gjatë keqen këtë ide, domethënë edhe në mungesë të alternativave tjera, tu pa ngërçin, tu pa që nuk ka as numër as vullnet me lëviz për kësaj. Nuk është ide e keqe, po ne e dim që kjo nuk është hera e parë që është provu, edhe asnjëherë s'ka funksionu, edhe me sa diun nuk ka gatishmëri të pothuajse asnjë parti tjetër për një hap tillë përveç të LDK-ja. Kishte me qenë, po thënë, mungesë zgjidhjeve tjera, zgjidhje adekuate, se ne duhet me pas parasysh që mos konstituimi i kuvendit në fillim vitit të ardhshëm do të na nxjerrë të lashët mëdha, tu përfshi mungesën e buxhetit. Domethënë ne nëse nuk ka kuvend i cili miraton buxhet, në fillim vitit të ardhshëm mund të ketë probleme të mëdha me paga për punën civil, edhe me punëtorët e shëndetësisë, të arsimit dhe të tjerë. Prandaj deputet edhe politikaj duhet me pas parasysh që janë shërtorë qytetarëve e mos të binë situatën vendim në situatë që t'i dënojnë qytetarët. Në një situatë hipotetike ta zonë se bëhet kjo çështje, a mendoni se do të pësoj më së shumë të lëvizjeve të vendosje marrë parasysh se i ka 48 deputet? Po shikon me që lëvizjeve të vendosje veç ka psu, me faktin që ka tregu që një është e paaftë dhe dy e pavullnetshme, me ofru zgjidhje, domethënë paaftë me bo numra dhe e pavullnetshme me lëviz për shembull prej Albulina Aziut të një kandidat të akseptueshëm për parti tjera, domethënë gjitha parti tjera i kanë ofruar vendosje që të ndroj kandidatën këtë rast dhe do të mund zgjidhet s'paku zgjidhja për konstituimin e kuvendit, e cila kish me pas megjithatë mandej mundësi për miratim buxhetesh emergjente ose diçka tillë. Kurse në këtë situatë që jemi, do të këtu, unë besoj që qytetarët do të ndëshkojnë, edhe shpresoj që do të ndëshkojnë gjitha ato parti, po sidomos partinë e parë, e cila po e pengon krimin e institucioneve. Kush do të ishte kryeministri i kësaj qeverie të unitetit? Kohë më parë kanë dalë disa emra në publik. Pra, nuk kam ide zakonisht këto lloj qeverish vijnë njerëz që janë jo politik, më njerëz që nuk kanë qenë dhe nuk janë përfshirë në politik, shoqëri civile, ka shumë emra. Mendoj se është pak hipotetike, mirë, po cilë do që do të veç do të ishe mirë shëardhën, vetëm që të i kaluat kjo, ne po e shohim edhe ashtu që do të kemi zgjedhje në prill, vitit ardhshëm mars, kështu që për hir të qytetarëve duhet zgjidhet një zgjidhje deri në te kalim të situatës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Trendi i ikjes së mjekëve nga Kosova ka vazhduar ndjeshëm dhe gjatë këtij viti. Këtë rrugë të migrimit vetëm për 5 muaj e morën 37 mjekë. Kryetari i Odës së mjekëve Pleurat Sejdiu derisa ngre alarmin se kjo mungesë veç se ka filluar të ndjehet, tekson se Ministria e Shëndetësisë ka mbyllur gjitha dyert për ta. Bisedën e zhvilloi kolegja Lirie Dibrani. Kryetar po flitet çdo ditë më shumë për ikjen e vazhdueshme të mjekëve nga Kosova realisht, cilat janë ato arsyet kryesore që mjekët po i bëjnë të largohen nga vendi dhe a kemi ndonjë shifër se sa është numri i tyre që janë larguar gjatë këtij viti? Për shkak ky trend parimisht është i njëjtë në të gjitha vitet, me oscilime të vogla, po nuk është çështja e numrit, është çështja e fenomenit dhe trendit për çdo ditë më shumë e bindjeve dhe percepcionin që e kanë mjekë se nuk ka ardhmëri në shëndetësikut në Kosovë, për gjeneratat e tyre. Kështu që edhe këtë vetë si vitet e kaluara parafërsisht është njëjtë. Dhe ne që nga viti 2018 e kemi përcjell këtë trend me sugjerimet të ministrave një pas një për masa që duhet mirën të cilat janë edhe bazuar në arsyet e largimit të tyre. Vitet 4-5 vitet e fundit do të thotë mund të themi se në një mënyrë janë stabile arsyet, pasi që ne vazhdimisht i lutem kolegët tonë që të
plotësojnë një pyetësor për rreth arsyeve pse largohen ata, që të dimë edhe ne, të kuptojmë edhe ne cilat janë arsyet. Dhe arsyet kryesore të 5 viteve të fundit është papunësia, në vazhdimsi kemi mjek të ri të papunë. Dje, do të thotë e kam bërë një analizë të vogël që janë rreth 400 mjek të deklaruar në odën e mjekëve, në moshën 30 vjeçare që janë të papunë. Arsye dhe krejt ta janë ata të cilët largohen. Arsyeja e dytë është shumë logjike se gjenerata e re është shumë ambicioze, shumë agresive në marrjen e diturive apo për diturit të reja dhe pakënaqësia me cilësinë e shkollimit specialistike i bën ata që të kërkojnë diçka më mirë në shtetet e perëndimit, në veçantë Gjermania. Arsyeja e tretë është kushtet e punës. Dhe si shtesë e kësaj është çështja e pagës së tyre. Flas gjithnjë për këtë gjenerat, domethënë mjek apo kategori mjek të ri të cilët kanë dikon rreth 860 euro bruto, dhe kur e kem parasysh se të gjithë janë të kësaj moshe të ndërtimit të familjes. Të fillu prej kulmin mbi kokë edhe tek fëmijët, me atë pagë ata nuk e shohin veten këtu. Kështu që këto janë 4 arsyet kryesore, por se kupolla e gjitha këtyre një përmbledhës e këtyre arsyeve është mospasja perspektivë. Nuk shohim perspektivë në shëndetësinë e Kosovës, s'paku në të afërmen e mesme. Po nëse flasim me statistika, sa mund të themi se është numri atyre mjekëve të cilët kanë kërkuar dokumente në odën e mjekëve të Kosovës për të larguar nga vendi gjatë këtij viti. Dhe realisht nëse flasim pra bazuar edhe në herat e kaluara, a është në rritje ky trend? Ky vit deri më ditën e sotme janë 37. Është një numër çuditërisht i vogël. Krahasim me vitet e kaluara apo me periodat 6 mujorësh të parë të viteve të kaluara, po kjo nuk do të thotë se kjo në 6 mujorëshin e dytë nuk mund të ndryshoj drastikisht, apo të mbetet si tillë. Ne kemi prit pas liberalizimit të vizave që do të ndodhë një egzod masiv, por nuk ka qenë një gjë e tillë. Kështu që është shumë vështirë të kuptohet apo të projektohet se sa do të jetë gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij viti një largim, sepse janë çdo herë tash e më shumë janë duke kërkuar jo vetëm në Gjermani, por tash është rrit edhe hapësira ku ka nevojë për mjek. Do të Britania e Madhe ka nevojë për mjek, nuk ka nevojë për dokumente nga oda e jon, derisa të punësohen tek pastaj, sepse janë procedura në Angli për rivlerësimin apo afirmimin e njohurive të tyre përmes disa provime, por Gjermania nuk i ka, dhe Gjermania kërkon patjetër edhe Austria dokumentet nga oda, kështu që ky numër mund të variojë nga muaj muaj apo nga viti në vit, po asnjëherë nuk mund të themi se këtë vit janë apo këtë 6 mujor janë 37 dhe ka rënë numri. Sepse janë shumë arsye të cilat na bëjnë ndërkohë do të thotë ndryshimin e këtij numri. Po si po reflekton kjo ikja e vazhdueshme mjekëve tek shërbimet e pacientëve, po vrehet ky boshllëk? Po ky nuk vrehet ky boshllëk për shkak se të gjithë ata janë të papunë. 98% prej tyre janë të papunë. Dhe kjo është brenga dhe fenomeni më e madhe që ka Kosova në këtë vend. Domethënë, të kenë nga parafërsisht 600 mjek të deklaruar të papunë, të verifikuar përmes ATK-s. Dhe 400 prej tyre të jenë të moshës në 30 vjeçare, kjo është brenga. Kjo është arsyeja pse mund të ketë një deficiencë në shërbime. Sektori i parë që goditet nga kjo është sektori i mjekësisë primare. Ju ishin gjithandaj, sidomos në komunat e vogla dhe të mesme, punktet shëndetësore, punktet familjare dhe qendrat e mjekësisë familjare, jo ato kryesore, janë të mbyllura, nuk kanë mjek. Kurse ne kemi me qindra mjek pa punë. Kjo është arsye. Tash, sektori i dytë që do të goditet, flasim këtyre viteve, flasim 2-3 viteve, do të jetë me siguri niveli sekondar, spitalet rajonale. Tani, një pjesë e madhe e këtyre spitalet mungojnë shërbimet të cilat do duheshin të hipeshin apo të ofroheshin në nivel sekondar.
dhe kjo krejt bën mbi ngarkesën e QKUK-s, e cila momentalisht nuk ndjen mungesën e mjekëve, sepse kanë nevojë për mjek specialist të nivelit terciar, po edhe sekondar, por të disa lamive të cilat janë duke i përbir sektori privat. Dhe gjithë kjo ndodhë për shkak mbi ngarkesës së qendrës klinike universitare dhe një pjesë e kolegëve tonë, do të sidomos ata të cilët janë të një mezomosh apo të shtyrë, sa përket profesionit mbi 55 vjeçare, ata nuk janë në pozitë që të durojnë më presionin e punës së përditshme, të mbi ngarkesës. Prandaj QKU-ja tash ka filluar të ketë problem largimin e ekspertëve më të mirë të tyre të këtij institucioni drejt sektorit privat. Por nga ana juaj, çfarë po bën Oda e mjekëve në mënyrë që t'i mbajë këta mjekë brenda kufive të saj dhe realisht a ka ndonjë iniciativë që vetë se ja vlen të përmendet gjatë kësaj interviste? Shiqo, ne përveç dërgimit të raportit ose s'kem kompetenca apo kaj çka mund të bëjmë është që të avokojmë për përmirësimin e këtyre problemeve apo arsyeve për largimin e tyre. Dhe avokimi jon ka shkuar çdo herë tek Ministria e Shëndetësisë sepse është ajo e cila do duhej të intervenon në këto. Ne ta zonë 2 vite me radhë ne kemi ofruar Ministrisë së Shëndetësisë mbi 200.000 euro kontribut që të dërgojmë mjek të rinj në profilizime jashtë Kosovës. Si specializant plus 200.000 tjera për specialistë të ri. Të gjitha janë refuzuar për Ministrisë së Shëndetësisë dhe për qendrës klinike universitare. Shpresojmë këtë vetë qendra klinike universitare, po jo Ministria e Shëndetësisë. Domethënë kjo është çka mundem ne me bë. Dhe kur e ke pasën do të thotë niveli politik nuk reagon në përmirësimin e këtyre kushteve apo marrjen e mosave, sepse nuk janë mosat të cilat do të ndalon apo të zboglon këtë numër vetëm ato financiare. Janë një varg mosash të cilat do të stimulonin ata që të mbeten këtu dhe të futen në sistem apo të shohin një të ardhmen në sistemin shëndetësor dhe një gjë e tillë nuk është ndodhur, nuk ka ndodhur. Kryetare përmend edhe shkollimin specialistik. A është edhe ky ndoshta një faktor kyç i ikjes kaq të madhe të mjekëve nga Kosova? Është i dyti, po mund të jetë i dyti numerik si radhitje, po është kyç. Sepse kjo gjeneratë e përsëris është gjeneratë e cila kërkon shumë. Në aspektin e marrjes së diturive dhe të një trajnimi kualitativ, që e cila nuk është ka ofruar në Kosovë. Ajo nuk do të jetë, nuk është fshehtësi dhe nuk është marrë asnjë hap në këtë drejtim. Kushdo që e konteston këto se kanë marrë hapa, unë mund me fakte, jo vetëm unë, po secili prej specializantëve mund ta thotë apo ta dokumentoj. Do të thotë, çështja e specializimit prap ka fillon me 1 janar 2025 përfundon në 2030, 5 vjet, dite nuk dite, more kryve procedurat apo nuk i kryve, ti del specialist. Kjo gjenerat nuk është e tillë. Ai don të kryejnë të gjitha procedurat të cilat janë të parapunme në program të specialistik. Ne kemi raste në disa lëmi deficitare ku specializantët do të përfundojnë ku as 20% të procedurave nuk i ka kryer, jo se s'ka dashtaj. Po shteti nuk i ka ofruar gjatë tillë. Dhe kjo ka qenë ajo pse ne kemi ofruar Ministrisë së Shëndetësisë marrëveshje që të bëjmë bashkëfinancim. Ministria e Shëndetësisë ka refuzuar, apo SPOK-u nuk ka kthyer asnjë përgjigje në këtë. E përmendet se ju avokoni kërkesat e mjekëve tek Ministria e Shëndetësisë, por në këtë rast nuk po i ka parasysh Ministria e Shëndetësisë këto kërkesa të cilat ju vetë po i përçani, nuk ka dialog social mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Odës së mjekëve? Jo. Kontakti nuk ekziston tash 2 vite sa. Domethënë është në tërpre, jo vetëm ne, por të gjitha organizatat profesionale të cilat në vërtet janë të pavarur dhe avokojnë, po janë edhe kritike pozitive për fenomenet apo për hecjen tutje në reformat në sistemin shëndetësor, me fokus të veçantë në resurset njerëzore. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Nderuar shikues, këtu e përfundojmë këtë magazinë informative. Ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.